Detyrë për dendësinë e lëndës. Do të zgjidhim një detyrë e cila ka këtë tekst, prej cilës lëndë është trupi me masë 1 kilogram dhe vëllim 1 litër. Pra, duhet të gjejmë nga cila lëndë është i ndërtuar trupi me masë 1 kilogram dhe vëllim 1 litër. Nga teksti i detyrës do të nxjerrim të dhënat. Masa e trupit është 1 kilogram, ndërkaq vëllimin ai trup e ka 1 litër. Për të gjetë nga cila lëndë është i ndërtuar ky trup, ne do të llogarisim dendësinë e lëndës, të cilën thamë se e shkruajmë me shkronjën greke rho apo me shkronjën e vogël d. Nga të dhënat shohim se masa është dhënë në kilogram, që është njësia ndërkombëtare e saj, ndërkaq vëllimi është dhënë në litra, e litri lejohet të përdoret, por nuk është njësi ndërkombëtare e vëllimit. Kështu që litrin do ta kthejmë në metra kub. 1 litër është i barabartë me 1 decimetër kub, ndërkaq decimetri kub është i barabartë me 0.001 metër kub. Tani dim se formula e dendësisë së lëndës është e barabartë me masën fyer për vëllimin. Para se ta përdorim formulën, do ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, ndërkaq njësia ndërkombëtare e vëllimit është metri kub, dhe kilogram për metër kub është njësi e dendësisë. Me qenë se formulën e kemi mirë, atëherë këtë formulë do ta përdorim duke i bartur të dhënat e detyrës në këtë formulë. Pra masa hyn për vëllimin paraqet dendësinë e lëndës. Masa e trupit është 1 kilogram. E shkruajmë masën prej 1 kilogrami. Ndërkaq vëllimi prej 1 litri, kur është shndruar në njësinë e vet ndërkombëtare në metër kub, është 0.001 metër kub. Kur numri 1 pjesëtohet me 0.001, rezultati është 1000, ndërkaq njësia mbetet kilogram për metër kub. Dendësia kësaj lënde qenë ka 1000 kilogram për metër kub. E këtë dendësi e ka uji. Pra, uji qenë ka me vëllim për 1 litri e masë 1 kilogrami. Do të zgjidhim edhe një detyrë që ka të bëjë me dendësinë e lëndës. Kësaj radhe teksti i detyrës është kështu. Sa është masa e akullit me vëllim 5 litra? Pra kërkohet të gjejmë masën e akullit i cili ka një vëllim 5 litra. Të dhënat e detyrës janë vëllimi 5 litra. Ne duhet të gjejmë masën. Pra masa është pikpyetje. Formulën e dendësisë tashmë e kemi të qartë se ajo është rho barabartë me masën fyer për vëllimin. Kjo formulë njësinë duhet të ketë kilogram për metër kub, për arsye se njësia e dendësisë së lëndës është kilogram për metër kub. Të shohim, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, ndërkaq njësia ndërkombëtare e vëllimit është metër kub.
dhe na doli se kilogram për metër kub është njësi e densitetit, që do të thotë se formulën e kemi mirë. Por, këtu nuk kërkohet të gjejmë densitetin, nga se është përmend lënda akull, atëhere duhet të dim për këtë lëndë akull sa ka densitetin. Dendësia e disa lëndëve është paraqit në një tabel të librit të juaj të klasës së 7 në faqe 24, tabela e dendësisë së lëndëve. Njësia aty është dhënë në gram për centimetër kub, por ju do ta shumëzoni me numrin 1000 dhe për akull lexojmë se është 0.9 gram për centimetër kub, që kur shumëzohet me 1000 del 900 kg për metër kub. Pra dendësia e akullit lexohet nga tabela, e cila është 900 kg për metër kub dendësi për akull. Po aty shihet edhe dendësia e lëndëve të ndryshme, si për shembull e ujit, që tham është 1000 kg për metër kub. Me anë të kësaj formule pra llogaritëm dendësinë e lëndës, ndërkaq ne duhet të gjejmë masën e trupit, në këtë rast masën e akullit. Kështu që nga formula ρ barazime masën thy për vëllimin, ne duhet të gjejmë formulën e masës. Për të gjetë formulën e masës, na pengon vëllimi. Kështu që vëllimi na pengon, prandaj vëllimi në këtë barazim është duke u pjestu, ne veprojmë me të kundërtën e saj, shumëzojmë me vëllim. Pra të dy anë të barazimit do të shumëzojmë me vëllim. Formula ρ barazime masën thy për vëllimin, pasi të shumëzohet në dy anët me vëllimin, kemi në anën e djathtë herë v dhe në anën e majtë po ashtu herë v. Pra, të dy anët e barazimit do të shumëzojmë me vëllimin. Tani me lehtësi shohim se vëllimin me vëllimin mund ta thjeshtojmë dhe nga këtu themi rrjedh masa e barabartë me dendësinë herë vëllimin. Kjo është formula e masës kur dim dendësinë dhe vëllimin. Para se ta përdorim formulën, gjithsesi duhet ta vërtetojmë. Kjo është formula e masës dhe në fund duhet të del njësia e saj, që është kilogrami. Prandaj presim që me shumëzimin e njësive të dendësisë dhe vëllimit, njësia të del kilogram. Njësia dendësisë është kilogram për metër kub. Herë, njësia e vëllimit është metri kub. Metër kub me metër kub thjeshtohet edhe mbetet kilogram, që ajo edhe pritej të delte për arsye se njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami dhe formula është mirë. Me qenë se formula qenë ka mirë, atëherë përdorim masa paraqet prodhimin në mes të dendësisë së lëndës dhe vëllimit. Nga të dhënat do të lexojmë dendësinë 900 kg për metër kub. 900 kg për metër kub. Herë, vëllimi është 5 litra. Litri lejohet të përdoret si njësi për vëllim, por nuk është njësi ndërkombëtare. Prandaj, litrin duhet ta shndrojmë në metra kub, sepse metri kub është njësi ndërkombëtare vëllimit. 5 herë 1 litër i ka 1 decimetër kub, e 1 decimetër kub i ka 0.001 metër kub, që kur të shumëzohet 5 me 0.001 metër kub, na jep 0.005 metra kub. Dhe këtë vlerë do ta shkruajmë tani këtu, 0.005 metër kub. Tani mund të thjeshtojmë metër kub me metër kub, ashtu siç tham në vërtetimin e formulës. Mund të thjeshtojmë, gjithashtu për njohësit e matematikës din me lehtësi se edhe këtë zero me këtë zero mund ta thjeshtojmë, edhe këtë me këtë mund ta thjeshtojmë,
dhe ka mbet 9 herë 0.5 që mund ta shkruajmë. Barazi 9 kg herë 0.5. Barazi dhe kur çmzohet 9 me 0.5 na jep rezultatin 4.5 dhe 100 kg. Që do të thotë se masa e akullit me vëllim 5 litra qenë ka 4.5 kg. Tani do t'u japim disa detyra që t'i ushtroni ato dhe të mundoheni që në mënyrë të pavarur t'i zgjidhni. Në fillim do të japim disa udhëzime dhe teksti i kësaj detyre është: kubi me brinjë 2 cm ka masë 40 gram. Sa është densija e materialit për të cilit është ndërtuar ai trup? Pra, brinja e një kubi është 2 cm, ndërkaq masa e atij trupi është 40 gram. Duhet të llogaritim dendësinë, e cila shënohet me shkronjën greke rho, apo në disa libra mund ta gjeni edhe me shkronjën d. Ju mund ta shkruani njërin nga këto, pra me rho dendësia apo me shkronjën d. Të keni parasysh se tham që ky trup ka formë kubike dhe kubi dim se i ka të gjitha brinjët e barabarta. Pra një trup me formë kubike i cili ka brinjën A 2 cm dhe masën e ka ky trup 40 gram. Në fillim i kontrolloni të dhënat, a janë në dhënë në njësi ndërkombëtare, dhe ato të cilat nuk janë dhënë i ktheni në njësi ndërkombëtare. Ky do të jetë udhëzimi i parë apo puna e parë të cilën ju duhet ta bëni. E dyta është të gjeni formulën e dendësisë. Pra të gjeni formulën me të cilën llogaritëm dendësinë e trupit, të cilën tham e shënojmë me d apo me rho. Hapi i tretë është të vërtetoni formulën e dendësisë dhe të shihni se a i keni të dhënat që kërkohen nga formula. Në qoftë se jo, atëherë të vazhdoni të rikujtoni ndonjë formulë tjetër të cilën e kemi mësu dhe të dhënat i barni në ato formula që të arrini deri te rezultati. T'ju ndihmojmë se rezultati përfundimtar i kësaj detyre duhet të ju del për dendësinë e trupit 5000 kg për metër kub. Pra ju në fund të zgjidhjes së detyrës duhet të fitoni rezultatin 5000 kg për metër kub. Pra ai trup do të ketë dendësinë 5000 kg për metër kub. Fjala është për një trup në formë kubike, siç e sqaruam, që brinjën e ka A dhe vlera e brinjës A është 2 cm. Masa 40 gram dhe besoj se nga këto udhëzime ju mund të vazhdoni me zgjidhjen e kësaj detyre. Ndryshe, në qoftë se ju keni pakës vështirësi, ne këtë detyrë do ta vazhdojmë në pjesë të tjera. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku teksti i detyrës ishte kubi me brinjë 2 cm ka masën 40 gram dhe kërkohej të gjejmë dendësinë e atij materiali. Tham në pjesën e parë se të dhënat e detyrës janë brinja e kubit 2 cm dhe kur t'i kontrollojmë të dhënat, centimetri nuk është njësi ndërkombëtare gjatësisë, se faktikisht brinja A është një gjatësi, atëherë centimetra do t'i kthejmë në metra dhe centimetri është 0.01 metër, sepse 1 centimetr është 100 herë më i vogël se 1 metër, e numri 100 herë më i vogël shënohet 0.01. Kur shumëzohet ky numër, jep rezultatin 0.02 metra. Edhe masa është dhënë në njësi jo sistemore, prandaj gram do t'i kthejmë në kilogram. Kemi 40 herë, grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami,
e numri 1 herë më i vogël shkruhet 0.001. Tu matematikisht shohim se nga një 0 mund ta thjeshtojmë dhe kur shumëzohet ky numër do del 0.04 kg. Kjo ishte detyra e parë, të cilën është dashur ju ta përfundoni që ti ktheni njësitë centimetrat në metra dhe gramt në kilogram. E dyta punë me radhë të cilën sigurisht se ju e keni vazhdu, është gjetja e formulës së dendësisë. Dendësia e trupit paraqet hersin në mes të masës dhe vëllimit. Këtë formulë do ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare e dendësisë e dim që është kilogram për metër kub, madje atë edhe e tham të rezultati që presim të del 5000, njësia kilogram për metër kub, dhe të shohim nga kjo formulë a do të kemi njësinë kilogram për metër kub. Njësia masës është kilogrami, e njësia e vëllimit është metri kub. Kilogram për metër kub, pra njësi ndërkombëtare e dendësisë. Po për të llogaritur densitetin, pra na duhet masa dhe vëllimi, masën e kemi dhënë e vëllimin jo. Si do ta gjejmë vëllimin e këtij trupi me formë kubike? Është formula matematikore për llogaritjen e vëllimit të trupit kur ai ka formën e kubit. Për të gjetë formulën e vëllimit, ne duhet të shumëzojmë brinjën A, pra të shumëzojmë 3 herë brinjën A, brinja A, kjo brinja A edhe këtu brinja A. Pra A herë A është A në të tretën, që kur ta vërtetojmë, brinja A ka njësinë metër, e A-ja në të tretën, atëherë edhe metri është në të tretën. Që e vërtetuam se njësia ndërkombëtare e vëllimit është metri kub, ashtu edhe doli. Këtu tash shohim se janë dy formula, formula e parë dhe formula e dytë. Në fillim do të gjejmë nga formula e dytë vëllimin, dhe atë vëllim të cilin e fitojmë, do ta bartim te formula e parë, masën e kemi dhe vëllimin që e fitojmë nga formula e dytë, i pjestojmë dhe do të arrijmë të rezultati të cilin thamë në fillim se do del 5000 kg për metër kub. Ju dham pra udhëzim edhe në këtë pjesë, tani ju ftojmë që ju ti përfundoni këto detyrat të cilat thamë. Edhe njëherë të përsërisim se ju mbetet të gjeni vëllimin e kubit, pastaj rezultatin e vëllimit ta sjellni te formula e parë, ku do të pjesoni masën me vëllimin të cilin do ta fitoni për të arritur rezultati 5000 kg për metër kub. Në qovë se keni vështërsi, na ndesni në pjesën e tretë të kësaj detyre. Dhe tani po vazhdojmë me pjesën e tretë të detyrës, ku për detyrë patët që të gjeni vëllimin e kubit. Shpresojmë se ju keni vepruar në këtë mënyrë, keni marrë formulën e vëllimit që është A në të tretën, dhe këtë mund ta keni shkruar si A herë A, apo thjesht ta keni paraqitur si A në të tretën, dhe mund të shkruajmë se vëllimi është 0.02 metra. Këtë mund ta shkruani në krejt fuqinë e tretë, dhe për njëksit e matematikës, këtë numër mund ta shkruajmë si 2 herë 10 në fuqinë minus 2. Në fuqinë minus 2 është sepse janë dy shifra masprejsës dhëtore, metër, dhe krejt kjo në fuqinë e tretë. Në këtë formë edhe mund ta lëm vëllimin si 2 herë 10 minus 2 të metër në kub, dhe këtë rezultat, i cili nuk është krejt përfundimtar, ta bartim të formula e parë. Pra, nga formula e dytë vëllimin, do ta bartim të formula e parë, dendësia e barabartë me masën thypër vëllimin. Në qoftë se vëllimin e kthym në formën 2 herë 10 fuqinë minus 2 të metra, krejt në të tretën, atëherë kthehemi edhe te masa dhe të shohim a mund ta kthejmë edhe këtë. Pra mund ta shkruajmë si 4 herë 10 në fuqinë minus 2, sepse janë dy shifra masprejsës dhëtore, kilogram
Prandaj, edhe masën do ta shkruajmë si 4 herë 10 në fuqinë minus 2 kg, ndërka zhvillimin do ta shkruajmë në formën të cilën e lam me lart 2 herë 10 në fuqinë minus 2 metër, krejt kjo në të tretën. Tani matematikisht duhet të përfundojmë me veprime matematikore, të edhe me tutje mund të lam si 4 herë 10 në fuqinë minus 2 kg, ndërkaq këtu do të lirohemi nga fuqia e tretë që mund të shkruajmë 2 herë 10 minus 2 metër që shumëzohet me vetë vetën 3 herë, atëherë 2 herë 2 herë 2 është 8, pra 2 herë 2 4 herë 2 8, herë 10 në fuqinë, minus 2 herë 3 është minus 6, e metër herë metër herë metër është metër në të tretën. Pas kësaj, mund të shkruajmë si 4 të tetat të ndajmë, herë 10 në fuqinë minus 2, herë do të bartim në numërues 10 minus 6, dhe kur nga emëruesi del 10 minus 6 në numërues, do të bëhet 10 në të 6, apo plus 6 që nuk ka nevojë ta shkruajmë. Pra ta kuptoni se këtu është tash plus 6, ka qenë minus 6, kur del në numërues bëhet plus 6, e njësia do të mbetet e njëjtë, kilogram hyrë metër kub. Po dëshiroj që këtu t'ju la të vazhdoni të arrini në fund të kësaj detyre. Dhe në qovë se edhe këtu keni pas vështërsi, do të na ndiqni në pjesën e 4 të kësaj detyre. Do të vazhdojmë me pjesën e 4 të detyres, ku thamë se 4 të 8 herë 10 minus 2 në herë 10 në plus dhe 6 kg metër kub, deri këtu kemi arrit, ndërka gjithnjë të cekim se rezultatin paraprakisht e dim se do të del 5000 kg për metër kub për një trup me mas 40 gram dhe me formë kubike ka ai trup që ka brinjen 2 cm. Do të vazhdojmë me veprimet matematikore. 4 të tetat është 1/2 apo 0.5. Pra 4 pjesëtu për 8, mund të themi pjestojmë sepse 4 të tetat, mund të pjestojmë me 4 edhe numëruesin edhe emëruesin, 4 pjesëtu për 4 1, 8 pjesëtu për 4 2, 1/2 mund të shkruhet si 0.5. Pra 0.5 herë, tash kemi shumëzimin e fuqive me bazë të njëjtë. Fuqia përshkruhet, ndërkaq eksponentet mblidhen. Minus 2 plus 6, veprimi me numra të kundërt, gjithnjë zbriten, ndërkaq ndryshimi merr shenjën e numrit që është më i madh, në këtë rast 6 që është më i madh se 2 dhe do të jetë numër pozitiv. 6 minus 2 është 4, pra 10 në fuqinë e 4 dhe njësia kilogram për metër kub. Pra shkruajmë kilogram për metër kub. 0.5 mund ta shkruajmë si 5 herë 10 në fuqinë minus 1, sepse një shifër e kemi mas presë zëtore, herë 10 në fuqinë e 4, njësia prap e njëjtë kilogram për metër kub. Barazi 5 shkruajmë herë, tani do të shumëzojmë prap fuqit, fuqia me bazë të njëjtë, ajo shkruhet 10, ndërkaq eksponentet mblidhen. Minus 1 plus 4 është plus 3, apo thjesht në të tretën kilogram për metër kub. Dhe shpresoj se tani e keni krejt të qartë se 5 herë 10 në të tretën është 5000, për shkak se numrin 10 në të tretën mund ta shkruajmë si 1000 kilogram për metër kub, pa harruar asnjëherë njësit, e 5 herë 1000 është 5000 kilogram për metër kub, që këtë rezultat e kemi prit nga fillimi që duhet të del 5000 kg për metër kub, rezultatin të cilën në pjesën e parë të kësaj detyre thamë se duhet të del për një trup me formë kubike që ka brinjen 2 cm dhe masën 40 gram. Një detyrë tjetër po ashtu për punë të pavarur
që ju do të bëni është një trup me formë kubi, ka brinjën 4 cm dhe masën 20 gram. Sa e ka dendësin ai trup? Pra trupi ka formë kubike dhe me qenë se kubi dim se i ka të gjitha brinjet e barabarta, në qoftë se supozojmë se ky është një kub ku brinja A është 4 cm, pruajmë 4 cm, dhe masa e atij trupi me formë kubike është 20 gram, kërkohet të gjejmë dendësinë të cilën e shkruajmë me ro apo me d. Kështu që duhet të gjeni dendësinë e lëndës dhe në qoftë se na keni ndjek radhazi detyrat e ushtrimeve, ne patëm më herët një detyrë të cilën parafërsisht ka të njëjtën ecuri të punës, ku është dhënë kubi pashtu me formë kubike, me brinjë 2 cm dhe masë 40 gram dhe kërkohej dendësia dhe rezultati ishte 5000 kg për metër kub. Ju tani, në qoftë se keni zgjidh bashkë me neve këtë detyrë, ecuria është e njëjtë për të zgjidh edhe detyrën të cilën sapo u lexuam. Dhe çfarë t'ju themi? Rezultatin i cili do të del në fund të kësaj detyre për të gjetë dendësinë është 312.5 kg për metër kub. Pra, ju duhet të arrini të ky rezultat 312.5 kg për metër kub, dendësia e trupit me formë kubike që ka brinjën 4 cm dhe masën 20 gram. Urojmë që pa vështirësi ta gjeni dhe t'ju them edhe një herë se në qoftë se keni sadopak paqartësi, kthenu te detyra paraprake të cilën në 4 pjesë e kemi shtjelluar dhe do të arrini te ky rezultat. Përndryshe, ne do të vazhdojmë hap pas hapi që ta zgjidhim këtë detyrë, por një herë do t'ju japim pak të dhëna dhe ju ta zgjedhni vetë, pastaj në pjesën tjetër ato të dhëna të cilat i kemi kërkuar nga ju, do t'i punojmë bashkarisht në mënyrë që ju t'i kontrolloni nga fletoret e juaja të ushtrimeve se a keni punuar mirë në formë të pavarur, pa u munduar që të kopjoni nga ndonjë libër tjetër sepse nuk keni fare nevojë që ta bëni këtë punë. Dhe çka kërkohet të bëni ju në këtë pjesë, në mënyrë që në pjesën e dytë të kësaj videos ne të kërkojmë se a i keni përmbush ato hapat të cilat i kemi kërku. Brinjën A nga centimetrat do ta ktheni në metra dhe masën nga njësia gram ta ktheni në kilogram, pra këtu jo kilogram, po është dhënë në gram, 20 gram. Gram ti ktheni në kilogram, sepse ne kemi shkruar njësin gram e jo kilogram, kështu që 20 gram duhet të ktheni në gram dhe pastaj të gjeni formulën e dendësisë dhe të provoni se a mund të llogaritni dendësinë e trupit nga këto të dhëna, pra nga masa dhe nxitimi. Në qoftë se keni vështirësi do ta ndeshni në pjesën e dytë. Dhe pjesa e dytë të cilën do ta vazhdojmë me zgjidhjen e detyrës është të verifikoni ju punën e juaj të pavarur se a keni punuar mirë. Brinja 4 cm tham duhet të kthehet në metra dhe masën në gram, që është dhënë e jo ne që shkruam në kilogram, ta ktheni në kilogram. Prandaj me një herë këtu do të fillojmë 20 herë. Grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami, e numri 1000 herë më të vogël e shkruajmë 0.001 dhe 100 kilogram. Një zero me një zero me një herë mund ta thjeshtojmë dhe të shumëzojmë 2 herë 1, 2, 2 herë 0, 0, 2 herë 0, 0, këtu presja dhëtore dhe njësia kilogram, pra 0.02 kilogram, të cilën mund të shkruajmë edhe në formë tjetër, si 2 herë 10 në fuqin minus 2 kilogram. Pra, këtë mund të shkruajmë edhe si 2 herë 10 në fuqin minus 2 kilogram.
Ndërka që brinjën A që është dhënë në centimetra, do ta kthejmë në metra, shkruajmë 4 herë, centimetri është 100 herë më i vogël se metri, e numri 100 herë më i vogël shkruhet 0.01 dhe njësia metër, kur shumëzohet ky numër, do del 0.004 metra, pra 4 herë 1, 4, 4 herë 0, 0, 4 herë 0, 0, dhe njësia metër. Kjo ka qenë punë të cilën sigurisht ju në pjesën e parë pa vështirësi ja keni dalë që centimetrat i ktheni në metra dhe gramt në kilogram. Po ashtu thamë që të gjeni formulën e dëndësisë që mund ta shënoj me d apo thamë edhe me ro, e cila paraqet hersin e mes të masës dhe vëllimit. Njësia ndërkombëtare për dëndësi është kilogram për metër kub, këtu ku kemi dhënë rezultatin e dëndësisë, prandaj kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia duhet të del kilogram për metër kub. Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, e njësia ndërkombëtare e vëllimit është metër kub. Kilogram për metër kub është njësia ndërkombëtare e dëndësisë, ashtu edhe thamë duhet të del kilogram për metër kub. Po ashtu thamë se kur të gjeni formulën e dëndësisë, të shihni se a mundeni nga këto të dhëna nga masa dhe nga brinja A të gjeni dëndësinë. Do të provojmë. Për gjetë dëndësinë, thamë duhet të kemi masën dhe vëllimin. Masën e kemi, por nuk e kemi vëllimin. Atëherë çfarë të bëjmë? Të kthehemi te formula e vëllimit të kubit. Vëllimi i kubit llogaritet me formulën A herë A herë A, sepse të gjitha brinjet janë të barabarta. Pra A herë A herë A, apo ndryshe mund ta shkruajmë si A në të tretën. Tani i bëm dy formula, formulën e parë dhe formulën e dytë. Kaç kishit ju të punoni deri tash? Por a ka përfunduar detyra? Akoma jo. Çfarë duhet të bëni? Ju tani duhet të vërtetoni formulën e dytë, se a do të njësia metër kub, dhe pastaj të merrni vlerën e as dhe ta barni te vëllimi, pastaj të ktheheni te formula e parë të pjesoni masën me vëllimin. Pra kjo punë ju pret që tani ta bëni, ndërka që ne do të vazhdojmë pas pak me pjesën e tretë të kësaj detyre. Do të vazhdojmë me pjesën e tretë të kësaj detyre dhe shpresojmë se deri tani jemi gjithçka në rregull dhe ju po ja delni që sa herë po ju japëm udhëzime, ato ti përfundoni, dhe thamë se në pjesën e dytë mbeti që formulën e vëllimit ta vërtetoni, e njësia duhet të del metër kub, njësia brinjës A është metër, se është një lloj gjatësie, A në të tretën, atëherë edhe metër në të tretën, pra shumë lehtë është të vërtetu kjo formulë se njësinë ka metër kub, sikurse që keni mund edhe nga formula A herë A herë A, po ashtu të arrini të njësia metër kub. Pra njësia e brinjës A është metër, dhe kemi A herë A herë A, pra edhe njësit kemi metër herë metër herë metër, që është metër në të tretën metër kub. Pra në të dy rastet është vërtetuese njësia vëllimit është metër kub. Çfarë do të bëjmë tash? Tash do të zaventësojmë vëllimin, do ta sjellim brinjën A, që tham brinja A është 4 cm, e 4 cm kur i kthym në metra 0.04 metra, por a kemi mund ta shkruajmë edhe këtu në formë tjetër 0.04 metrin? Po, kemi mund ta shkruajmë si 4 herë 10 fuqin minus 2 metra. Pra matematikisht mund ta shkruajmë edhe në këtë formë, ata të cilët e njohin matematikën mirë, pa kur far problemi këto e din, por edhe ju të tjerët, nëse dikush prej jush është që ka diçka mangësi, atëherë do të kyçeni te matematika në kuadër të almukut dhe me mjaft qartësi janë shpjeguar këto. Prandaj këtu mund të shkruajmë vëllimin si 4 herë 10 në fuqin minus 2 metër, krejt kjo është në të tretën.
Pra A-ja është 4 herë 10 në fuqinë minus 2 metra dhe këtë mund ta ktheni edhe në vlerën e saj që është 4 herë 4 herë 4, 3 herë ta shumëzoni me vetveten dhe 10 që në shkruani, fuqia minus 2 shumëzohet me 3, që 2 herë 3 është 6 dhe del në fuqinë minus 6. Vazhdoni ta bëni këtë punë, pastaj mbetet që të kthehemi te formula e parë që është densija masa për vëllimin dhe masën të cilën e kemi për këtë trup me formë kubike 20 gram që doli 2 herë 10 minus 2 në kilogram, ndërkaq vëllimin këto që fitoni dhe do t'i pjestojmë për të arrit gjithnjë të rezultati 312.5 kg per metër kub. Provoni të vazhdoni, ndërkaq ne do të kthehemi pas pak në pjesën e 4 të kësaj detyre. Në pjesën e 4 dhe të fundit, do të shkojmë me formulën e dendësisë, masa thy për vëllimi, dhe masën e trupit e kemi 2 herë 10 në fuqinë minus 2 kilogram, ndërkaq vëllimin e trupit mund ta lëm në këtë formë edhe me tutje si 4 herë 10 në fuqinë minus 2 metër, krejt kjo në të tretën. Tani edhe një herë do të përshkruajmë vlerën e masës si 2 herë 10 në fuqinë minus 2 kilogram dhe kur të lirohemi prej fuqisë së tretë kemi 4 herë 4 herë 4. 4 herë 4 është 16 herë 4. 4 herë 6 24, 4 a 2, 4 herë 1 4 dhe 2 6 64. Pra shkruajmë 64 herë 10 fuqinë minus 2 herë 3 është 6 metër në të tretën është metër herë metër herë metër, pra metër në të tretën. Tani mund të shkruajmë si 2 thy për 64 ta ndajmë veç, herë 10 në fuqinë minus 2, herë 10 në fuqinë minus 6 është në emërues, kur del në numërues bëhet 10 në fuqinë plus 6, pra minus 6 në emërues, kur del në numërues bëhet plus 6. Njësia kilogram për metër kub, kjo mbetet e njëjtë dhe tani do të pjestojmë 2 me 64 që mund ta thjeshtojmë me 2 duke pjestu, del një thy për 32 sepse 2 pjestu me 2 është 1, 64 pjestu me 2 është 32, pra një thy për 32 që mund të përdorim kalkulatorin kur numrin 2 pjestoj me 64 apo numrin 1 me 32 është krejt e njëjtë, do të del rezultati 0.0325, e shkruajmë krejt pra këtë numër, herë 10, tu kemi shumëzimin e fuqive me bazë të njëjtë, baza përshkruhet, ndërkaq eksponentet mblidhen, në këtë rast numrat janë të kundërt, minus 2 plus 6 është plus 4, apo 10 në të katërtën, njësia mbetet e njëjtë, kilogram për metër kub, ndërkaq këto mund të themi se 0.0325 duhet ta shumëzojmë me 10.000, sepse 10 në të katërtën është 10.000 dhe njësia kilogram për metër kub. Në qoftë se jeni njohës të matematikës, mund të thjeshtoni zerën duke lëviz me presje dhëtore. Sa herë ta lëvizni presjen dhëtore në anën e djathtë, do të heqni nga një zero. Vazhdoni presjen dhëtore dhe largoni presjen tjetër. Pastaj, edhe me tutje vazhdoni me presjen dhëtore, heqni zeron tjetër. Vazhdoni edhe një herë me presjen dhëtore dhe përfundimisht keni larguar edhe zeron e fundit. Kështu që presja dhëtore ka ardhur në mes të shifrave 2 dhe 5 dhe do të shkruajmë 00 s'ka nevojë të shkruajmë më dhe shkruajmë 312.5 kg për metër kub që
Në fillim e kemi dhënë këtë rezultat 312.5 kg për metër kub. Edhe një herë të kthehemi te kjo pjesa e fundit, në qoftë se sadopak keni pas vështirësi me lëvizjen e presjes dhëtore, atëherë thjesht shumëzoni me kalkulator 0.03925 herë 10.000 dhe do të fitoni rezultatin 312.5. Sa e ka masën trupi me vëllim 0.003 decimetra kub dhe dënësi 7.8 gram për centimetër kub. Atëherë, nga ky tekst i detyrave do t'i nxjerrëm të dhënat ku vëllimi i atij trupi është dhënë në decimetra kub, që është 0.003, ndërkaq po ashtu është dhënë edhe dendësia e trupit, që mund të shënohet me shkronjën greke rho apo me shkronjën d, dhe është 7.8 gram për centimetër kub. Gram thy për centimetër kub, ndërkaq këtu shohim se kemi shkruar gram herë centimetër, po në fuqin minus 3. Kjo bëhet për shkak se centimetri kub, që është në emrus, kur të del në numrus, bëhet fuqia nga plus 3 në minus 3. Dhe kërkohet masa e atij trupi që ka këto të dhëna, vëllimin dhe dendësinë siç i shkruam. Këtu shohim se vëllimi është dhënë në decimetra kub, ndërkaq dendësia në gram për centimetër kub. Shpeshherë dendësia e trupit mund të jipet në njësinë gram për centimetër kub, edhe pse dim që njësia ndërkombëtare e dendësisë është kilogram për metër kub, por mund të gjeni në detyra se shpesh jipet dendësia në gram për centimetër kub. Shpeshherë kthimi i njësive në njësi ndërkombëtare mund të paraqet probleme, por këtu mund të shohim se mund të përshtatim decimetrat kub në centimetra kub. Prandaj, vetëm decimetrat kub do t'i kthejmë në centimetra kub, e jo në metra kub në njësi ndërkombëtare të vëllimit. Prandaj, numrin 0.003 do ta shumëzojmë me numrin 1000, e arsyeja është se decimetri kub është 1000 herë më i madh se centimetri kub. Dhe shkruajmë herë 1000 centimetra kub. Pra kjo bëhet për shkak se mund të shkruajmë 1 decimetër kub i ka 1000 centimetra kub. Dhe tani mund të thjeshtojmë një 0 me një 0, po ashtu një 0 me një 0, dhe një 0 me një 0, dhe gjithë janë thjeshtu. 3 herë 1 është 3, dhe njësia centimetra kub. Kështu vëllimi prej 0.003 decimetra kub, kur është kthy në centimetra kub, është 3 centimetra kub. Ne kemi mësu se formula për llogaritjen e dendësisë së trupit është hersi në mes të masës dhe vëllimit. Kur e kemi vërtetuar këtë njësi, do të del njësia dendësisë që është kilogram për metër kub, e të shohim njësia ndërkombëtare masës është kilogrami, ndërkaq njësia ndërkombëtare vëllimit është metri kub. Kështu që kilogram për metër kub është njësi ndërkombëtare dendësisë. Por neve këtu na nevojitet të gjejmë masën e trupit, prandaj nga formula e dendësisë, që është masa thy për vëllimi, për gjetë formulën e masës na pengon vëllimi. Vëllimi pjeson, ndërkaq ne të dy anët e barazimit do t'i shumëzojmë me vëllim. Pra formula 2 e barabartë me masën thy për vëllimin, në të dy anët do të shumëzojmë me vëllim. Herë v në anën e djathtë dhe po ashtu
herë v në anën e majtë. Tani shohim se vëllimi me vëllimin mund të thjeshtohet, prej nga rrjedh ka mbet masa, e cila është e barabartë me dendësinë herë vëllimin. Kjo është formula e masës kur dim dendësinë dhe vëllimin. Por para se ta përdorim këtë formulë, ne duhet ta vërtetojmë. Prandaj, në këtë formulë, njësia duhet të del kilogram, sepse është formula e masës. Njësia ndërkombëtare dendësisë kilogram për metër kub. Herë, njësia ndërkombëtare vëllimit është metri kub. Metër kub me metër kub thjeshtohet dhe mbetet kilogram. Dhe tani formulën e përdorim, masa barabartë me dendësinë herë vëllimin. Dendësia e trupit ishte 7.8 gram për centimetër kub, herë vëllimi 3 centimetra kub. Centimetër kub me centimetër kub thjeshtohet, e 7.8 herë 3 është 23.4 dhe ka mbet njësia gram. Pra 23.4 gram e ka masën trupi me densë 7.8 gram për centimetër kub dhe vëllim 0.003 decimetra kub, apo i shprehur në centimetra kub 3 centimetra kub. Trupi me densë 5.4 gram për centimetër kub ka vëllim 0.08 decimetra kub. Sa e ka masën ai trup? Dendësia e trupit që shënohet me d apo me shkruan greke rho, në këtë rast është 5.4 gram për centimetër kub dhe vëllimi i atij trupi është 0.08 decimetra kub. Kërkohet të gjejmë masën e trupit që e shënojmë me barazi me pikpyetje. Këtu shohim të dhënat që mund t'i përshtatim decimetrat kub me centimetra kub, atëherë vëllimin prej 0.08 decimetrave kub do ta shndrojmë në centimetra kub. 1 decimetër kub i ka 1000 centimetra kub, atëherë këtë numrin 0.08 e shumëzojmë me 1000 dhe 100 centimetra kub. Këtu 2 zero mund të thjeshtojmë me 2 zero dhe 8 herë 10 është 80 e njësia centimetër kub. Centimetër kub dhe centimetër kub pra këtu shihen se janë për 7, prandaj gjejmë formulën një herë të dendësisë që e kemi mësuar te njësia psimore dendësia trupave, dhe kur të vërtetojmë këtë formulë njësia do të del kilogram për metër kub, njësia ndërkombëtare masës është kilogrami, ndërkaq njësia vëllimit është metër kub. Kilogram për metër kub njësia e dendësisë. Por njësia ndërkombëtare e dendësisë është kilogram për metër kub, ndërkaq shpesh dendësinë e japim edhe në njësinë gram për centimetër kub, edhe pse nuk është njësi ndërkombëtare. Dhe ne tani duhet të gjejmë masën e trupit e jo dendësinë, sepse dendësia është dhënë. Prandaj nga formula e dendësisë që paraqet tham herse në mes të masës dhe vëllimit, duhet të gjejmë formulën e masës. Për gjetë formulën e masës, shohim se na pengon vëllimi. Vëllimi këtu pjesën, ne të dy anë të barazimit do t'i shumëzojmë. Pra shumëzojmë me vëllimin dhe formula d barabartë me masën thy për vëllimin. Nëse shumëzojmë të dy anë e barazimit me vëllim, do të kemi herë vëllimi, herë vëllimi, dhe tani vëllimi me vëllimin thjeshtohet dhe rrjedh masa e barabartë me densitetin herë vëllimin. Kjo është formula me të cilën llogaritet masa kur dim densitetin dhe vëllimin, por para se të përdorim këtë formulë, do ta vërtetojmë. Njësia duhet të del e masës, që është kilogrami,
sepse formula është e masës. Njësia ndërkombëtare e dendësisë është kilogram për metër kub, here njësia ndërkombëtare e vëllimit është metri kub. Metër kub me metër kub thjeshtohet, mbetet kilogram, që është njësi ndërkombëtare e masës. Prandaj këtë formulën masa barabartë me dendësia herë vëllimin do ta përdorim. Dendësia e atij trupi në bazë të dhënave pam se është 5.4 gram për centimetër kub, ku tani e shkruajmë 5.4 gram hyrë për centimetra kub, here vëllimi që ishte 0.08 decimetra kub, kur e kthymë në centimetra kub, doli se është 80 centimetra kub, prandaj do ta shkruajmë 80 centimetra kub. Centimetër kub me centimetër kub thjeshtohet dhe një zero mund ta thjeshtojmë, por presjen vetore duhet ta lëvizim në anën e djathtë, atëherë do të bëhet numri 54 herë 8 gram. Dhe kur të shumëzojmë 8 herë 4 32, 2 a 3, 8 herë 5 40 edhe 3 43 dhe njësia gram. 432 gram i ka ai trup me dendësi 5.4 gram centimetra kub dhe vëllim 80 centimetra